Avokat, rikthehemi sërish tek rasti Belinda Ballukut, ku një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Belinda Balluku po tenton të blej pasaport të huaj dhe të arratiset jashtë vendit. Ju si mendoni, a ekziston një skenar i tillë? Ti blej helikopter vllai, po s'kemi të marrim as kredi tani. Dëgjoj mua. Helikopter s'ka nevojë të marr pasaport. Helikopter e merr nga aty ku është, shko aty afër me një kufi që kemi, helikopterin e parë, paf, tu ke parë ti që kanë ikur këto burgaxhit me helikopter nga burgjet. Ajo s'ka mundësi. Pse ta harxoj lek për pasaport, marr një helikopter dhe thot jam e përsekutuar politikisht nga partia ime, sepse ne kemi punuar gjithmonë me 1944 me partia armiku i partisë, dhe kjo është trashëgimia kulturore dhe politike të Partisë Socialiste. Shumë e thjesht. Pra ju mendoni se mund të arratizet Belinda Balluku me helikopter nga Shqipëria? Me avion, hajde, me helikopter. Sa lloj ka, shkon një film edhe mund të gjesh, mund të vendosësh edhe një funeral, po, edhe kalo kufirin. Qa ka shpikur njerëzimi edhe nga më të ndryshme. Nga mali mund të shkoj, qeverinë e ka vetë, pushtetin e ka vetë, policinë e ka vetë, bandat i kanë vetë, gjithë e kanë vetë, ti më të mua tani, a do të blej pasaport, zoti Berisha, ju lutem tani, e kemi thënë. Si qiku Gramozoruçi në thështatën i veshur si grua për në Greqi, pak të si që ka thënë Berisha. Ate me to të shkret manuali edhe qarkun e atë të Gramozës ka atje, ta marrë, ta pysi, kur ka bërë, si e ka bërë, edhe kështu, ta bëjë edhe sot. Sot teknologjia është avancuar, të themun helikopter. Shko merë anija, vlla, shko merë anija të Vlorës, ati që i ka 100 vjetë që pagujmë nga mjesë deri në darkë, ato ta marrë dhe ta të heqin nga Shqipëria. Shiko, për të arratisur shumë e kollajshme, nuk është një gjë e vështirë, dhe kur ke pushtetin dhe kur ke gjithë ato njerëz që ke ndihmuar, ashtu si thojnë ata, kështu më radh ka njerëz që do të ndihmojnë, a kupton? Nuk mendoj unë diçka ndryshe. Por, për mendimin tim, në rast se ajo mendon ose duke analizuar këtë rastin e Berishës, se ndonjëherë Berisha kur thotë në gjë mbajmë seriozitet, mos ta bëjmë çarak, unë mendoj se Berisha ka kuptuar që Rama e ka lëshuar Ballukun. Kështu mendoj unë. Dhe duke qenë në këto kushte, Berisha po i thot asaj, moj ti, ik nga shtëpia, ik nga Shqipëria, ik nga partia, ik nga ai se do të çoj atje ku nuk duhet të shkosh. Prandaj i thot skenarin për pasaport. Sepse edhe sikur të blej pasaport, ti mendon se nuk do shkoj një kërkesë nga Interpoli i vendit ku ajo do të shkojë që ta arrestojnë? Do shkoj. Po merr një helikopter aty dhe ik shtetet mira. Pra, kjo është momenti se si Berisha po i thot, merr helikopterin dhe ik. Pra, Berisha në një farë mënyre po e ndihmon Ballukun. Pra po i thot oj ti, ik, mos dëgjoj atë, mos të mashtron, e kupton. Pra, Berisha tregohet zotëri. Dhe i thot, a është Greqia në këtë fond vendi i preferuar që mund të zgjedh Belinda Balluku? Jo, unë mendoj të shkojnë në Zvicër, se aty ka një amnisti më të mirë. Të bëhet grup me Arben Ahmetajn. Pse jo mos të bëhen? Edhe të shpëtojnë Partinë Socialiste. Se Arben Ahmetaj, më dëgjoj pak të diçka, po ta shikosh një situatë në momentin se si kanë punu shtetet e tjera, Ahmetaj duket si një politikan i azjesuar nga drejtësia e partisë së tij, i përdor si statistike drejtësisë së tij politike, po shpëton Partinë Socialiste dhe ju zotin Rama. Pra, me ikjen e zotit Rama dhe me ardhen e një politikan të ri në Partinë Socialiste që të marrë drejtimin e Partisë Socialiste, Ahmetaj në një drejtësi reale, pa varur pa anshme atë që besojnë unë që mund të vinë në Shqipëri ndonjë ditë, po zoti na ndihmoft. Vërteta është që Ahmetaj mundet të mendohet si një ardhme pak e gjatë, por e ardhme në stabilitetin e brendshëm në politikën e brendshme të Shqipërisë, sepse ai nga jashtë po ndihmon Partinë Socialiste dhe po gropos Ramën, sepse pikërisht Rama e groposi me deklaratën e tij. Por a mund të bën ato bashk grupo? Bashkimi bën fuqin. Edhe sigurisht që jam i bindur që po, në rast se zonja Balluku të bëjë një pakt
po të shkojnë në Zvicër. E dini pse të shkojnë në Zvicër? Sepse Zvicra, kur do të ketë një zëvendës kryeministër të dytë nga Shqipëria, duke kërkuar azil, ja jep azilin sa për të futet brenda, i thotë merre ti, sepse e ka marrë dhe ky tjetri. Pra kemi praktik, kemi dhe Zvicra vjen në një moment dhe thotë, më fal, si ka mundësi që me të njëjtin kryeministër, zëvendës kryeministrat të tij të gjitha ratisen edhe nga drejtësia e Partisë Socialiste. Pra është një plag dhe Zvicra nuk e refuzon dot as zotin Ahmetaj, as zonjën Balluku. Dhe unë në rast se të isha këshilltari i zonjës Balluku dhe avokati i saj, do t'i thoja Zvicër. Pse? Sepse Zvicra nuk të refuzon dot ty. Dhe nuk do jesh kurrë e pasigurt. Do jesh gjithmonë e sigurt. Sepse ka precedentin, ka Ahmetajn. Tani a do bëjnë grup bashk? Ahmetaj është politikan. Zonja Balluku ka qenë ekzekutore politikane. Pra ka ekzekutuar ato porosi që ka bërë zoti Rama, ka thënë zoti Rama. A do përpiqet ajo të krijojë leadership pas shumë vitesh të rikthehet pas azilit në Shqipëri për të instaluar politikën e saj nëpërmjet një pakti bashkëpunues? Nuk e di, nuk kam fare shpresë. Por uroj që çdo njeri korrigjohet në jetë dhe modifikon, bën strategjitë e tij, bën çka do shpirti se teknologjia është e arritur, pra të marrë këshilltar, ta këshillojnë se si të bëhet. Por mendimi im është që në rast se zonja Balluku do të ndërtojë një mbrojtje politike dhe juridike, duhet ta ndërtojë tani dhe mos të hesht, sepse heshtja në aspektin e perceptimit publik të provave që ka Spaku, pa i ekspozuar, që tregosh jo, nuk është kjo e vërtetë që shfaqe, nuk është Spaku mbi provat. Jeshtë vërteta ime që unë nuk kam bërë korrupsion dhe nuk kam bërë atë që sot Spaku më atribon, sepse pikrisht unë kam bërë çdo gjë që zoti Rama më ka porositur. Prandaj bashkëpunimi apo paqja me zotin Ahmetaj në rast se kërkon edhe ajo azil në Zvicër do të ishte shpëtimi i vetëm që Partia Socialiste mund të ketë në çdo moment nga shkërmoqja e saj. Pra Partia Socialiste. Pra, nëse marrim skenarin që mund të ketë një bashkëpunim mes Belinda Balluku dhe Arben Ahmetajt, eventualisht do të thotë që shkon drejt fundosis e Edi Ramës. Po, totalisht. Zoti Rama do të jetë më i rrezikuar. Pra, edhe një herë, zoti Rama, për ata që duhet ta kuptojnë, goditet nga drejtësia e tij, pra zoti Rama nuk goditet nga një drejtësi pavarur pa anshme e cila po lufton edhe nuk ka lidhje fare konflikt individual me njëri tjetër. Pra, në momentin ku drejtësia e Partisë Socialiste, drejtësia e zotit Rama, do të jetë në një situatë vulnerabël, brenda sajt, në mundësin, ose më mirë, në dobësimin e saj të brendshme, të sigurisë nga rrethana të ndryshme, të brendshme dhe të jashtëm. I din mirë ata që po themi brenda dhe jashtë, e kuptojmë mirë ata. Sigurisht i më i forti kush është? Ligji. Dhe një prokuror dhe një gjykatës, kur ka ligjin më të fortë, nuk mund të bëhet ai më i fortë. Sepse kemi thënë, ligji emocional, kur përfshihet tek ligji, shpërthen ndaj zyrtarit, që është gjykatësi dhe prokurori. Dhe zonja ose zotrit që janë pjesë e sistemit, të godasin zotin Rama, jo për arsye sepse kanë në vullnetin e tyre ta bëjnë këtë gjë, por pikrisht se do detyrohen nga një moment i caktuar dhe detyrues për shkak të mënyrës se si ato kanë vepruar në të shkuar në tyre kundrejt subjekteve të ndryshme që ishin në favor të zotit Rama. Dhe po ata do shkojnë në një moment të caktuar për shkak të emocionit të ligjit që do të jetë më i fortit ndaj të doptit dhe i doptit në rastin konkret do të jetë zoti Rama dhe më i fort do të jetë ligji emocional. Pra, për mua zotin Rama nuk ta marrë një drejtësi e pavarur dhe pa anshme, po do ta marrë pikrisht drejtësia e tij. Edhe një herë po them edhe një drejtësi tjetër që ne nuk ja vendosim asnjëherë në dukje. Mos ja bëj gropën tjetrit
se vjen momenti dhe bie ti në grop. Kjo është drejtësia më emocionale dhe më e bukur që duhet ta kuptojnë shumë njerëz. Avokat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka risjell në vëmendje dosjen e Xibrakës dhe ku dyshohet si i përfshirë edhe vllai kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama. Në këtë rast, apo paralajmëron diçka tepër shqetësuese për vetë Edi Ramën, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, dhe a janë gjermanët nga pas në këtë rast sa i përket dosjes së Xibrakës, dhe a mund të jetë kjo dosje që mund godas po themi në mënyrë të jetë serioze dhe të frikshme vetë Edi Ramën? Tani, dosje ka pafund, por thjesht dua të më kujtoni ju nga një uri që ju keni, kur ka ndodhur rasti dosjes vllait të kryeministër, vitin, dhe kush prokurori e ka marrë në shqyrtim. Spaku apo prokuroria e Elbasanit? Spaku apo prokuroria e Tiranës? Spaku apo prokuroria e Durrësit? Unë mendoj se prokuroria e Spakut. Po çfarë ka thonë prokuroria e Spakut? Ka thonë që ne nuk merrem sepse disa nga provat i ndodhen jashtë vendit. Ne po hetojmë, por nuk kemi gjetur. Dhe këtu ndërhyjnë gjermanët. Lej gjermanët me një anë tani të lutem. Spaku, investim europian dhe amerikan, thot, nuk e kemi gjetur zotin Olsi Rama në dosjen e cituar nga Berisha. Dhe lind pyetje thjesht. Kur Spaku nuk u shpreh në një deklaratë konkrete, zoti Rama doli edhe bëri një deklaratë para se të shprehte prokurori Spakut. Çfarë kuptuat ju? Që zoti Rama kishte marrë mesazhin e qartë që vllai nuk është tek dosja. Pse rishfaqet kjo dosje? Sepse pikërisht disa gjerman kanë çuar disa dokumenta që përfshin persona që janë afër pushtetit. Tani, këto individ kanë lidhje familjare me njëri tjetrin, unë nuk e di. Por që kanë lidhje me pushtetin, ka. A quhet pushtet ekzekutiv, legislativ apo gjyqësor, pikë rëndësie nuk ka. Po janë subjekte që kontrollohen nga Spaku. Pse Spaku dhe zoti Dumani nuk bërë një hetim atëherë kur ishte momenti dhe i la zoti Rama hapësirë të bëjë një deklaratë që të thotë që nuk ekziston emri i vllait tim? Dhe këto janë gjithmonë pyetje që duhet të shtrohen ndaj zotit Dumani, dhe ajo më as ndaj zotit Brau, por as ndonjë funksionar tjetër të Spakut, por vetëm zoti Dumani të na thotë sa i sinqert ka qenë në deklarimet e tij në kuvent ku ka raportuar, dhe pse një ndër informacionet që është apo jo vllai i kryeministrit, zoti Rama doli në deklaratë publike dhe tha që nuk përfshihet vllai im dhe ai e dinte me siguri këtë informacion. Dhe pikërisht vinë gjermanët dhe thonë, më fal, drejtësinë e vërtet, ne nuk e kishim imagjinuar kështu që zoti Rama të merrte informacion nga prokurorët e Spakut. Drejtësinë e vërtet ne nuk e kemi figuruar në momentin kur zoti Rama i drejton të gjithë të Spaku mendimin e zotit Dumani. Pra do thotë që rasti konkret, kjo dosje, do të rishfaqet, po me protagonistë të tjerë, se zoti Berisha gjithmonë kur del me një deklaratë të tillë, ka diçka tjetër për të thonë dhe sigurisht që do dali patjetër, dhe unë jam i bindur që diçka nuk po shkon mirë nga drejtësia e zotit Rama, edhe një herë, nga drejtësia që zoti Rama ka pasur gjithmonë në mendjen e tij, sepse pikërisht drejtësia e tij do jetë ajo që do t'i vendosi goditjen emocionale ligjore.